As sot nuk u arrit numri i duhur për të formuar komisionin për votim të fshehtë. Kjo situatë bëri që kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari, ta ndërpres seancën për të takuar përsëri pas 48 orësh. Ndërpritet seanca shihemi 27/6/2025 në orën 11. E para fillimit të seancës, duke qenë të pakënaqur me dështimet e njëpasnjëshme, shoqëria civile ndërmori një aksion simbolik para Kuvendit të Kosovës. Megjide Demolli, drejtoresha e organizatës FOL, tha se ky aksion do të vazhdojë nga tash e tutje, për të takuar çdo të dytën ditë, për të kundërshtuar blokadën institucionale. Përmes këtij aksioni protestues ne përshfaqim pakënaqësitë tona lidhur me moskonstituimin e Kuvendit edhe gjatë kësaj dite me gjatë do të vazhdoj rutina e njëjtë, seanca e 37 do të mbahet dhe vazhdojmë kemi një blokadë nga gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Si organizata shoqërisë civile, në të kaluarën e kemi pas edhe një performancë, kemi mbajtur takime me partitë politike dhe kemi shpreh shqetësimet tona për mos funksionalizimin e Kuvendit të Kosovës. Dhe ky do të jetë aksioni i vazhdueshëm nga sot deri tutje në çdo të dytën ditë, siç do të vinë edhe deputetët në Kuvend, edhe ne do të jemi këtu për të kundërshtuar blokadën që është krijuar nga partitë politike dhe nga deputetët. Ndërkaq nga Instituti Demokratik i Kosovës, Eugen Cakolli, i cili ishte pjesë e protestës, Kuvendin e cilësoi si një cirk të demokracisë, dhe se kjo situatë i ka kaluar kufijtë e normales. Ajo çfarë po shohim është që ndonse për gjithë qytetarët, për publikun në përgjithësi, kjo situatë tashmë i ka kaluar gjithë kufijtë e normales dhe është bërë boll, siç po thonë edhe disa prej pankartave tona, të vetmëve që nuk po bëhet vonë, nuk është bërë boll, duket që janë deputetët e Kuvendit, cilët me një papërgjegjësi të plot janë duke trajtuar situatën aktuale si diçka të zakonshme, ndonse situata nuk është e tillë. Dhe që tashmë Kuvendi është ndruar në një cirk të demokracisë i cili po vazhdon me shfaqjen e njëjtë tragjikomike ku çdo 48 orë deputetët mblidhen për disa minuta punë dhe ndonse po shohim që të njëjtëve pagat po ecin, puna e tyre e marrë së bashku që nga momenti kur është duke u tentuar që të konstituohet Kuvendi, mezi arrin 2 orë të plota efektive pune. Cirku i Republikës së Kosovës, punën e sodit mos e le për masnesër. Deputet, emri juaj është blokad. Ishin disa nga pankartat që protestuesit sot mbanin në duar, në shenjë proteste për moskonstituimin e Kuvendit.